Se ka nisur sot, nuk është më shaka. Deri para pak kohësh, ju e një mësuar dëgjoni e gjujti me një raket, tjetëri u përgjigj me 3, pastaj me 4, pastaj me 5 dhe kaq. Qetësi. Pastaj ka rifilluar për gjëra të vogla. Sot është kataklizmoja. Ledio ka imazhet. Jam në studio me Ermir Gjinishin, me profesor Gjinishin, që është pedagog në Institutin e Studimeve Europiane në Universitetin e Tiranës, Gjinish Mirëmbrëma. Gjinishi që është i lidhur non-stop tani në këto momente, ka disa kohë, në fakt, ka 2 orë që është lidhur non-stop vetëm me Al Jazeera, sepse lufta po vazhdon në këto momente po flasim ne. Është një luftë e tmerrshme, është bllokuar pothuajse gjithë qielli i lindjes mesme. Irani, Izraeli që bombardoi Iranin sot gjatë natës, pra duke u gdhir, dhe Irani që po i kundërpërgjigjet me raketa pafund. Shikoni imazhet. Jemi live në këto momente këtu në MCN TV, sonte është e premte data 13 qershor, ora është 21:02 minuta, jemi live dhe në këtë 60 minuta me Gjinishin ne do të përjetojmë live këtë kataklizmo. Kataklizmo të pëlqen si fjalë Gjinish apo jo? Në një farë mënyrë po. Sepse është vërtet, do thoni ju Arian, por nëse plas ajo me e madhja, kërpudha e madhe për thamorja, atëherë çdo jetë. Ajo është super kataklizmo. Ajo është fundi pastaj. Gjinish. Atëherë pastaj del për te lindjes mes. Nuk e di Ledio se me kë sajt je lidhur, sepse shohim vetëm errësirë në këtë momente në ekran. Është momenti i rënies predhave. Është momenti i rënies predhave. Ndërkohë Ledio kam përshtypjen se du të kesh një sajt ku tregohet live Tel Avivi. Po këto janë pamjet nga Tel Avivi në momentin e bombardimit. Jo, të tanishëm para pak sekondash. Këto janë pamje live tani apo janë të regjistruara? Kjo është bombardimi i parshëm para 20 minutash. Po, unë dua live-in, mund ta kemi live-in Ledio nga ndonjë sajt? I njëjti link është, por e kam kthyer që të duket edhe bombardimi që ja, po të vësh re pikat e pikat që janë ajër, janë predhat që vinë. Dakor, ndërkohë kemi edhe një plan Gjinish erdha, ja. Ky është plani që më duhet Ledio. Ja, ky është momenti. Ky është momenti i shpërthimit. Po, ky është momenti, po. Nëse ma lë këtu, jemi rregull që të shohim live, sepse pritet edhe 100 raketa apo jo Gjinish? 100 raketa Ran, pritet vala dytë me 100 raketa tjera që janë nisur. Ndërkohë Ledio, në momenti që ti je shef që nga live-i nuk ka gjë, pra qielli është i qetë si tani, në Izrael, në Tel Aviv, vete kënë dorë sot Ledio, të bëjmë performancë, mund të futësh pamjet e bombardimit që bërë Izraeli vetëm pa kohë më parë, pra sot duke u dhirë, që ka bërë në Iran, që ka goditur, janë vrarë, po thuajse Gjinish, jepi po të lëti të flasër që mos bëj vetë për mbledhje. Atëherë sulmi ka nisur sot në agim, sulmi izraelit ka nisur sot para agimit dhe ka vazhduar për 16 orë pa ndërprerje, ka marrë pjesë 200 avion ushtarak izraelit, janë goditur 300 preda. Po mund të Ledio të shkuash në farë Gjinish, po mund të Ledio, taksirate ke, po mund të shkuash lartë e ekranit, të video, po mund të shkuash lartë fare djathtas, ose majtas si e shefti nuk e di, të shkuash live nga Tel Avivi, ajo do ishte perl. Po harite, nuk e di a mund të bësh dhe apo jo. Tentoha njërë, jepi Gjinish. Është pothuajse një plan, një operacion i mirë organizuar, ka patur goditje nga brenda Iranit, do me thëmë Mossadi ka pasur disa muaj që ka krijuar bazat e tij dhe komandat e Mossadit kanë goditur nga brenda me dron. Sot mediat izraelite kanë nxjerrë dhe pamje direkte të regjistruara. Ka përshtypjen janë dronet e Iranit apo jo? Po, këto janë dronet e Iranit. Që në pamjen e parë duke shumë të vogla Gjinish. Shiko, ka ndryshuar komplet koncepti luftës tani. Këto janë dronë cilët janë si ato insektet e tmerrshme që na përdorin në shtëpi. Këto kërkojnë të mbingarkojnë sistemin mbrojtës të Izraelit. Qartë. Mbingarkohet fillimisht sistemi mbrojtës, pastaj plasen. Jemi kataklizmo Gjinish, ka filluar. Me vetëm fillimi, nuk i dihet tmerri, nuk i dihet se si do jetë fundi. Me sa duket po, Çani, jemi në moment shumë vështirë, lindja mesme me gjithë këto konflikte që kam mbi 2 vjet që kanë nisur, Palestina, Gaza, Libani, përfshirja e milicive, puthët nga ana tjetër, milicit shiite gjithandej, por nuk ka qenë asnjëherë në nivelet të tilla, sepse tashmë ketë bësh me një shtet siç është Irani, po dhe Izraeli është një fuqi e jashtëzakonshme. Ajo që do të thoja unë është kjo Çani, që sulmi i Izraelit i nisur sot para agimit, e gjetit pa përgatitur Irani dhe kjo është çudi shumë e madhe, duke ditur që të paktën ka një javë që flitet që Izraeli do sulmoj. Madje sot Irani kishte nisur dhe si thua stërvitjen ushtarake për mbrojtjen kundër errore. Sot kishte nisur.
goditja që bëri Izraeli duhet thënë që ishte spektakolare, tregon për dështimin e shërbimeve iraniane dhe për suksesin e shërbimeve izraelite. E nisa pak më herët kur thash që është një goditje nga brenda, pothuajse si Agjentë e Mossadit thua ti. Komandot të Mossadit, pothuajse është i njëjti model që përdori Ukraina për të goditur Rusin para njave. I njëjti model. Madje po bëhen edhe diskutime në për analizat ndryshme në media. A është Ukraina që mori nga Izraeli modelin apo Izraeli nga Ukraina? Sigurisht që Izraeli është përpara Çani më fal. Po Ledio. Atëherë në të majtë të ekranit është Tel Avivi live dhe në të djathtë poshtë janë imazhet e bombardimeve gjatë ditës. Bukur. Po. Në rregull. Po, kuptua Ledio, në rregull. Çfarë goditi, pse ishte një plan kaq i suksesshëm Çani? Goditi pikë pari goditi komandën ushtarake të niveleve të larta të generalëve të Iranit. U vra shefi i shtabit, u vra shefi i Gardës Republikane, po edhe disa generalë tjerë, shefi i komandanti i mbrojtjes ajrore e kështu me radhë. Janë vrarë dhe të paktën 8 shkencëtarë cilët merren me çështjet bërthamore në Iran, shkencëtar elit duhet thënë. Po ajo që është më e rëndësishme është që këto general një pjesë e këtyre Çani janë vrarë në shtëpitë e tyre, duke fjetur në dhomat e gjumit, që tregon shërbimi izraelit. Po, shërbimi izraelit dhe ushtria izraelite e ka studiuar jashtëzakonisht saktë dhe është i suksesshëm në Por ata që nuk e kanë ndjekur dhe që na shohin tani gjinish. Arsyeja, qëllimi vërtet ose arsyeja sepse kjo luftë kaq, se thuash, ky sulm kaq i zgjeruar kësaj radhe nga Izraeli dhe Iranit, pse filloi? Sepse kishte kohë që Trumpi me Iranin, pra amerikanët dhe Irani, po përgatitin një marrëveshje. Bile Trumpi ka qenë non-stop këto ditë, këtë po e them jo për ty, po për ata që na ndjekin, në darje publike duke thënë që ne me Iranin jemi okay, do bëjmë marrëveshje të tjera. Pastaj papritur doli tharë, Irani nuk mund të ketë bombë bërthamore, pastaj doli tharë ne jemi me Izraelin. Tani, qëllimi i kësaj lufte cili është? Izraeli thotë ne po e bëjmë për mbijetesën e popullit tonë dhe të vendit tonë. Në qoftë se ne nuk godasim, kjo është luftë pa kthim, tha Bibi Netanyahu. Ata tha kanë gati bombë bërthamore, nuk kanë qenë ndonjëherë më kurse, më afër se sa tani. Dhe në qoftë se ne tha nuk do fillonin të sulmta, Izraeli mund të zhduke nga harta sepse ajo ka qenë dhe ai është edhe plani i tyre i madh apo jo, i Iranit dhe ndoshta edhe i vendeve të tjera atje në rajon. Kështu që unë do të kuptoj këtë gjë. Kjo luftë ka një arsye, pra, se thuash, ku fillon teatraliteti, ku mbaron teatraliteti dhe ku fillon, se thuash, realiteti. Çani, unë mendoj që jemi të kjo e fundit, jemi të realiteti, ka mbaruar teatraliteti të 2 goditjet e para, 2 përplasjet e para, Wa'ad Sadik 1, Wa'ad Sadik 2, tani jemi të Wa'ad Sadik 3 i Iranit. Pse ndodh tani dhe kush është realiteti i kësaj? Okej, ne mund ta lidhim dhe me marrëveshjen që po përgatisin Shtetet Bashkuara të Amerikës me Iranin. Që tani besoj Aranuja jo u prish. Ishte për të bërë të njëjtën takimi radhës në Oman, u shty për të dielën, Shtetet Bashkuara të Amerikës e shtyen për të dielën, ndërkohë që të premte bëhet goditja, kështu që ka një farë koordinimit heshtur, pavarësisht se Shtetet Bashkuara kanë deklaruar që ne nuk kemi dieni dhe nuk kemi marrë pjesë në këtë. E kemi dieni, por nuk kemi marrë pjesë. Kjo është e saktë domethënë. Çështja është kjo Çani. Përse Izraeli po bën këtë? Disa njerëz, disa analistë lidhin dhe me gjendjen e brendshme të Izraelit, me problemet që kanë në Knesset, me opozitën e tjerë. Gjitha këto ekzistojnë Çani, po ka një gjë të madhe. Të gjithë izraelitët, mbi 80% e opinionit publik në Izrael, megjithse Netanyahu është në këtë vështirësi politike, po themi, me opozitën dhe me grupet tjera politike dhe me shoqërinë civile në Izrael, pjesa më madhe e opinionit publik në Izrael janë dakord që Irani është kërcënim për Izraelin. Dhe vazhdimësia, dhe këtu duhet të rindon, gjithë tjerët janë element plotësues mendojnë, që dhe marrëveshja. Izraeli ka 15 vjet që përgatitet për goditjen e Iranit, dhe pyetja është përse tani, ajo që thatë ju, sepse tani është momenti më i volitshëm për Izraelin për të goditur Iranin, sepse e ke të asfiksuar Hizbullahun, i ke të asfiksuar gjithë milicit, e ke të asfiksuar Iranin, e ke jashtë loje Sirin, pra Iran në një farë mënyrë është vetëm. Dhe milicit, satelitet e tij në rajon janë të dobësuar. Izraeli nuk mund ta linte këtë moment të shkonte dëm. Sepse nuk vjen më ky moment që ta gjesh Iranin në këtë. Ke një trysni shumë të madhe, më fal të shtoj 2 gjëra. Mos haro që ke një raport para 2 ditësh të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, bërthamore, të cilat bën fajtor Iranin
dhe akuzon Iranin që nuk i ka shlyer detyrimet, nuk është transparent në marrëdhënie me këtë agjenci, që nënkupton shqetësimin e Izraelit, pra Irani ka shkuar në pasurimin e uraniumit për tej masës lejuar, madje flitet që është 40% më shumë se sa i lejohet pasurimi i uraniumit. Me pak fjalë, diskutimi tani bëhet. Shi zvrapon njerëzit në Tel Aviv, A jemi përballë një lufte bërthamore? Çan t'jemi korrekt. Konflikti është shumë i egër, konflikti mund të zgjerohet pafundësisht nëse nuk do ndërhyjnë aktorë tjerë global, por nuk mund të kemi një luftë bërthamore për një arsye shumë thjeshtë. Vetëm njëra nga dy palët ka armë bërthamore, vetëm Izraeli. Irani nuk ka armë bërthamore. Flitet që Irani ka arritur të ketë sasinë e uraniumit për të prodhuar 10 deri në 15 koka bërthamore, por derisa ti prodhoj ato. Dhe mbi gjitha, për ta përdorur është një teknologji tjetër komplet. Nuk është aq e lehtë të hedhësh bombën atomike në Izrael me një mbrojtje jashtëzakonisht madhe, nuk është aq e thjeshtë historia. Por më tepër, rreziku për ta mbyllur këtë pjesë mos të zgjatemi. Rreziku dhe shqetësimi që ka Izraeli për mundësinë e posedimit të armës bërthamore iraniane tek iranët nuk është tani. Ne kemi diskutuar që para 2 vjetësh, gjatë luftës konfliktit Gazas, ne kemi thënë, ekspertët amerikanë kanë ngritur alarmin që Irani do t'i duhej 2 deri në 3 javë për të prodhuar armën bërthamore, sepse të gjithë elementët tjerë i ka tashmë, duke filluar që nga uraniumi i pasuruar. Bëhet fjalë që Irani të ketë diku 400 kg uranium të pasuruar, çka mjafton për 15 koka bërthamore. Është shumë. Megjithatë nuk e ka Irani. Megjithse për plasjes reale do rrim edhe te teatri, sepse luftrat kanë dhe pjesë e tyre teatrale. Iranianët për shembull sot mëngjes u shprehen që ne do të përdorim një armë strategjike pa parë ndonjëherë. Dhe pikpyetja ngrihesh me qarqet analitike, a mos bëhet fjalë tu për ndonjë këpurth të tillë? Ja, nuk është e saktë. Po çfarë ishte? Do presim, ndoshta ka të bëjë me strategjinë që do përdori Irani në kundërpërgjigje ndaj Izraelit, por këtu nuk bëhet fjalë çani dhe unë e përjashtoj totalisht. Kulla i cili është dukur nuk dihet ku është në Afrikë apo jo. Duhet mite një avion sot, më ka nisur një tekst dhe më tha, me që me gjinishi lexova tha, do të di gjinisha, je dakord me kullën apo jo? Po. Për ta pasuruar pak bisedën, ndërkohë që jemi në studio, jo vetëm jemi live tani këtu në Zonë e Lirë, siç do të martë më kurrë të premte, po ndërkohë jemi live dhe me Tel Avivin. Pamjet atje poshtë është Tel Avivi live. Dhe në ato momente, me sa kuptojmë ne nga këto pamje, nuk duket këtë gjëlet jo, apo jo? Jo, ka gjë, tani tani në këto momente. Jo, tani në këto momente është qetësi, po para 30 minutash ka qenë një kolpo. Vazhdon sulmi, Ledio, janë nisur, si thua, vala e parë e raketave dhe dronëve, kanë goditur 9 objektiva në Tel Aviv. Deri tani janë 7 të vdekur në Tel Aviv. Po, sepse në Izrael, nuk e di se janë Tel Aviv apo jo. 9, u rrit numri tani para 1 minuti. Domethënë janë goditur 9 objektiva brenda Izraelit. Që do të thotë, mburoja Izraeli ka mbrojtjen kundërore më të mirë në të gjithë botën dhe ka marrë dhe Thadin, Thadi është njëshi, është prodhim amerikan është njëshi. Pra që do të thotë, intensiteti i dronëve dhe i sulmeve iraniane e ka mbingarkuar gjithë sistemin mbrojtës kundëror të Izraelit dhe ka arritur që Irani ta çajë perden e hekurt dhe të bien raketat balistike në Tel Aviv dhe ky është problem. Pra, po thoja, janë vrarë shkencëtarët 4-5, shkencëtarët po. Janë vrarë dhe disa gjeneral të rëndësishëm të ushtrisë. Krerët. Ndërkohë që ky i madhi, si quhet ky i madhi fare? Bakiri dhe Selami, janë 2 krerët. Bakiri, general... Unë them udhëheqësi ky. Khamenei nuk është i kërcënuar dhe Izraeli ka deklaruar që nuk ka qenë synim Khamenei. Bakiri dhe Selami janë 2 krerët më të mëdhenj të ushtrisë iraniane, sepse njëri është kreu i gardës republikane, ndërsa tjetri shefi i shtabit, të 2 të vrarë. Është vrarë dhe generali kreu i mbrojtjes kundërerore. Do me thëmë, të gjithë të që janë vrarë kanë qenë elit. Kjo ishte edhe arsyeja që 16 orë sulm, intensitet shumë i lartë dhe Irani nuk kundërpërgjigjej dot. Ndërkohë pas dite ndryshuan gjërat. Khamenei, sepse emëron nga Khamenei, jemi gjendje lufte. Khamenei emëroi zëvendësit e tyre dhe flitet që pas dite iranianët kanë hedhur një avion izraelit, madje kanë kapur rob edhe pilotin e avionit.
Ajo që është e rëndësishme si goditi Izraeli. Pra goditi... Prit, këtu më rrit tani, Po. se tani do bëjmë një pauzë vogël, po para se më thuar si goditi, e lexoj të kullës, Pa tjetër. se kulla është duket fiksë në momenti që ndodhin këto gjëra, kupton? Është duke bërë diçka, me siguri. Është duke bërë diçka. Po ç'ne në Afrikë, Afër shumë. me sulmin me stil të gjerë thot, kundër 10 qendrave thot kulla zhvillimit të programit bërthamor iranian nga ana e Izraelit në formë unilaterale dhe azgjësimin fizik krerëve të gardës revolucionare të Iranit, si dhe disa shkencëtarëve iranianë të këtij programi, kemi fillimin e një lufte të gjerë rajonale ose e thënë më mirë shejtani ka dalë nga shishja. E ka qef kulla këtë shprehje. Shejtanin e ka qef. Izraeli bëri një sulm i cili ka vetëm një precedent, kur në fund viteve 80 thot ata sulmuan programin bërthamor të Irakut Saddam Husseinit. Suksesi i këtij sulmi të Izraelit me 200 avion gjuhet dhe zëmbërdues përfaqëson shpalosjen e kapacitetit unik ushtarak rajonal, po pse jo dhe global. Irani, i cili është një superfuqi rajonale dhe një vend me industri zhvilluar ushtarake, thot kulla, dhe industri më të mirë kimike në botë, është goditur në zemrën e forcës së regjimit të vet 46 vjeçar dhe i duhet të demonstrojë forcën ndaj Izraelit si asnjëherë tjetër. Kështu që zgjerimi i konfliktit është i pashmangshëm, sepse në të kundërt ai që rrezikon të bjerë është vetë regjimi thot në Teheran. Programi iranian raketor është shumë i zhvilluar dhe i përhapur rajon në Irak dhe Yemen thot, ku iranianët kanë përlajmëruar se do të godasin bazat amerikane sidomos në Irak dhe në Siri. Presidenti Trump ka marrë masa prej sa ditësh thot kulla me reduktimin e ndjeshëm të trupit diplomatik dhe ushtarak amerikan për shkak të akmanis iraniane dhe të proksit të tyre. Izraeli ka thirrur sërish ushtrinë rezerviste për luftë dhe palët përgatitur për zgjerimin e këtij konflikti. Izraeli goditi Iranin pikërisht kur duket se negociatat amerikane-iraniane programin bërthamor po përparonin dhe tani me sa duket janë destinuara të dështojnë. Paradoksalisht, njëjta gjë ndodhi në ngjarjen e 7 tetorit 2023 kur Hamasi vrau civilit izraelit dhe i dha fillimin një lufte të gjatë, të gjerë dhe thellë. Me sulmin e paprecedent të Izraelit, tregjet ekonomike botërore rrezikojnë troditjen e tyre dhe rritjen edhe një herë të lëndëve të para, naftë, gaz e tjerë. Në mënyrë është rritur ndërkohë në bursë. Nafta u rrit 5.5% për një fuqi. Nga paniku, në mënyrë të veçantë nëse mbyllen kushtitë e Hormuzit, thot kulla, kjo gjë do të jetë tronditse. Çdo bëjnë fuqitë arabe në këtë rast, Arabia Saudite është interesuar çmimet e lëndëve të para të rriten, ndaj e shem me interes këtë gjë që po ndodh thot në kufit e saj. Njerëz do të jetë e kujdesshme të mos hyjnë në luftë dhe të mos humbas aleancën e vet me USA-n. Katari thot nga ana e tij shem me simpati rritjen e lëndëve të para, por ka frikë në një luftë direkte që mund të përfshijë Emiratet, ashtu si dhe Emiratet e Bashkuara. Kuvajti dhe Bahreni, Iraku do të jetë në krah të Iranit, por ndërkohë roli i Egjiptit dhe Turqisë do të jetë i vështirë thot kulla, pasi nga një anë janë aleatë të SBA-s, nga ana tjetër do t'i duhet herët avon të marrë një pozicion të qartë. Ajo që ndodhi natën duke u gdhirë premte me sulmin izraelit thot kulla, duhet të jetë një stuhi perfekte në shkretir në mes të vapës. Pas Covidit, luftës Ukrainë-Rusi, luftë Izrael-Hamas-Hezbollah, ky duket të jetë akti i katërt i një lufte botërore me shumë akte në të cilët tashmë bota ka hyrë. Mirë. Në fakt ka bërë një përmbledhje kulla, po kjo gjë ky tekst është para si Iranit kundërpërgjigje, jo? Gjinish. Ndërkohë çfarë thot Al Jazeera? Ndërkohë kulla thot nuk ka fluturim thot në 5 shtetet rajonit Iran, Irak, Siri, Kuvajt, Izrael. Ndërkohë agjencia Tasnim e Iranit njofton për 2 avion luftarak izraelit rrezuar. Po duhen marrë seriozisht apo mos janë propaganda? Janë njoftime për media prestigjioze. Al Jazeera nuk është nga mediat që mund mos merret. Megjithatë jemi akoma herët. Një avion unë e thash që në fillim të herës që është rrezuar dhe është kap komandant, piloti është kap rrot. Megjithatë ne jemi në luftë tani, do ketë avion që do rrezohen. Kur thonë ne jemi në luftë, njerëzit tani gjinisht qoftë edhe në Shqipëri, përveç pjesëve tjera të botës, a duhet të kemë frikë? Patjetër, sepse kjo është një luftë ekzistenciale për të dy shtetet. Jo, a duhet të kemë frikë, shumë të tjerët më që jemi këtu, a duhet të kemë frikë populatat në vendet e tjera që s'kan lidhje me linjën e mesme. Apo ajo gjithsesi është një luftë që mbetet e lokalizuar. Kjo është pyetja ime. Asgjë nuk dihet çani, ne kemi paktën 3 vjet që flasim në zonë lirë për krijimin e rendit ri botror. Rendi ri botror është duke krijuar, ngjarjet po zhvillohen dhe gjithë këto ngjarje janë shërbim të rendit ri, se si do perceptohet, se si do projektohet rendi ri botror. Në qoftë se ndjek me vëmendje, pavarësisht se një pjesë e madhe e konflikteve kanë 2 palë, gjithmonë kthehen, shumë shpejt kthehen në një proxy. Apo jo, kemi rastin e Ukrainës, po dhe konflikti me Gazën, dhe konflikti me Libanin, ku përfshi Libani, po edhe ky pritet që jetë proxy. Jo më kot një nga liderët që ka reaguar më njëherë përveç Macronit dhe disa liderëve europian, ka qenë Putin.
Presidenti Putin pati një telefonat me Netanyahu dhe kërkoi Para sa kohësh? tani para një ore, para se të vitin, para 2 orë. Tha Putini? Dhe kërkoi që i shprehu gatishmërinë e tij për të ndërhyrë në zgjidhjen e konfliktit, për ndërhyrë Rusia në zgjidhjen e konfliktit. Për ndryshe konflikti mund të perceptohet, mund të zgjerohet. Shiko, nga gjithë konfliktet që ne kemi tani të hapura, çani, ky është më rrezikshme dhe të gjithë e kemi thënë që lindja mesme, gjithnjë kemi thënë që lindja mesme është një fuçi baroti, po plas. Ka qenë gjithmonë. Po plas. Problemi është ku është fundi. Nuk ka fund. Nuk merr pa fund thua ti gjithë. Nuk ka fund, çani, është merr pa fund sepse tashmë po flasim për shtete. Pavarësisht se momenti i parë i reagimit i Iranit ishte i dobët dhe Izraeli patjetër që korri një sukses të jashtëzakonshëm, sot paradite lufta do zgjas. Izraeli e ka të qartë, Netanyahu e shprehu sot në konferencën për shtyp, por edhe Pala, edhe Khamenei para 2 orësh ishte një komunikim publik e shprehu që lufta do zgjas disa me pak fjalë. Irani ka vendosur deri në drek diskutohej si do reagojë apo jo Irani, apo do jetë ajo shfaqja që ndodhi në 2 përplasjet e para midis Iranit dhe Izraeli. Me sa duket Irani po reagon egër, sepse ta thash edhe në fillim të herës dhe këtu bashkohem dhe me Kullën, të 2 palët e kanë luftë ekzistenciale. Po, janë detyruar që të Tu nuk bëhet fjalë çanit, mos harrojmë diçka. Tu nuk bëhet fjalë që Izraeli goditi disa impiante bërthamore dhe mbaroi programin bërthamor. Kjo është kot, kjo është publicitet. Ti thua thjesht e ka godishur pak, por nuk ka bërë dëm nuk themelor. bën dëm çami dhe më lejo ta them me 2 fjalë, sepse pjesa më e madhe edhe më rëndësishme e impianteve dhe tecave bërthamore, e gjithë këtyre institucioneve që merren me pasurimin e uraniumit dhe me tentativën për të prodhuar armë bërthamore, janë thellë në male 800 metra poshtë çani dhe nuk ke mundësi t'i arrish. Për këtë ka studime nga strateg, nga ushtarak, nga shërbime të njohura botërore. Çështja është, Izraeli kërkon ta dobësoj, kërkon për shkak të edhe problemeve të brendshme që ka Irani, pak kënaqësi që ka me popullin, mungesa e demokracisë e tjera, qëllimi primar i Izraelit e dikush është të rrëzoj regjimin e Khomeneive. Pikërisht pa. Ky është historia. Izraeli di shumë mirë që mund ta vënoj, mund ta dëmtoj programin bërthamor, por nuk mund ta asfiksoj, sepse Irani ka punuar me dekada për këtë dhe ka tërësisht të mbrojtur. Pavarësisht se në Natanza, për shembull, goditja e impiantit Natanza flitet Në një qytet në Iran. Në një qytet në Iran sot, ai që pati një goditje të fortë, flitet që ka një rrjedhje, flitet që ka rrezatim, por rrezatim është brenda impiant, nuk ka dalur akoma jashtë. Ky është një rrezik tjetër i madh. Do të thonë, imagjino sikur të kemi rrezatim të jashtëm, atëherë lufta del komplet jashtë kontrollit. Me pak fjalë ne jemi në një moment kataklizmoje që thua ti çani, po është e vërtet, është konflikti më i rrezikshëm. Pyetja është, a mori pse në këtë moment? A mori okejin Bibi nga Trumpi, e bindi Bibi Trumpin për të goditur Iranin, apo Trumpi e përdori Bibin për të ushtruar presion ndaj Iranit që të ulet në marrëveshjen Ishin ulur pra amerikanët me iranianët. Po, nëse edhe presidenti Trump pat një deklaratë sot, i tha, u shpreh qartë, i pata lënë 60 ditë Iranit. Nëse brenda 60 ditëve ne nuk jemi dakord, mund të kemi pasoja dhe ndërhyrjet ushtarake. E tha sakt, domethënë, këtë çështje. Me pak fjalë, negociatat vazhduan, ishte raundi 5 që do bënte dje, u shty nga pala amerikane, çani. Okej. Për të dielën, Irani ka deklaruar që nuk do marr pjesë të dielën në bisedimet në Oman. Me pak fjalë, kemi shkuar në pikën 0. A do ta haj, po e them kështu, shqip, Irani presionin për të ulur në negociata, ju thashë shumë larg, është gati e pamundur sepse ju thash nuk bëhet fjalë për tërheqjen nga pasurimi i uraniumit, por pas kësaj do vi heqja e prodhimit të raketave balistike, heqja dorë nga fuqia ushtarake e madhe që ka Irani dhe Irani këtë nuk mund ta pranojë, sepse bie regjimi. Kjo është. Prandaj thash edhe në fillim të herës që synimi i Izraelit ose do apo s'do ta shprehë Izraeli, qëllimi përfundimtar është ky, rrëzimi i regjimit të ajatollahëve në Iran. Irani nuk mund ta pranojë këtë. Ne do vazhdojmë të flasim me Gjirishin me këtë që po ndodh, po e përjetojmë live këtë luftë të tmerrshme që ka filluar më në fund, një luftë
Kjo duket si luftë e vërtet Gjinisht fakt Andaman. Ndryshe nga ato që kemi parë, por çon si ka, do flasim me Gjinishin prapë. Jo, kjo është e vërtet. Jo sa ato tjera Mos harrojmë dhe diçka. Një nga elementet e rrezikshme të kësaj lufte çani nuk është thjesht çështja e dy shteteve të cilët janë shtetet më të fuqishme ushtarakisht në lindjen e mesme. Rivaliteti i tyre është me mijëra vjet. Persët dhe izraelitët dihet ajo pjesë. Çështja është që gjërat kanë shkuar shumë larg. Nëse Izraeli me goditjen që bëri në mëngjes tregoi se sa i fuqishëm ishin shërbimet ushtarake, shërbimet sekrete, dhe aftësitë ushtarake të ushtrisë izraelite, nga ana tjetër mos harro që iranianët kanë 2-3 javë që kanë deklaruar se kanë arritur të marrin të dhëna sekrete për ushtrinë izraelite dhe për armët nukleare të Izraelit. Po është e vërtetë ajo? Kjo është e vërtetë. Po si, domethënë që kanë ata njerëz brenda? Sepse që në fillimin e luftës në Gaza ka patur arrestime të izraelitëve nga shërbimi izraelit, të cilët punonin, ishin rekrutuar dhe punonin. Si afut kohë. Po, kanë dalë këto. Pra ka dhe izraelit, të cilët ishin rekrutuar nga iranianë. Në Izraelin. Po. Se deri tani kemi dëgjuar të kundërtën. Po s'ka, njerëz janë gjithë, çani. Njerëz janë. Apo janë mite këto, janë legjenda që janë krijuar kështu. Po patjetër më. Ledio, ndërkohë që ne tani do bëjmë një pauzë, lutem me çunat shif pak mos më gjesh deklaratën që ta trajtojmë pak me Gjinishin brapa, deklaratën e Bibi Netanyahu, që ka bërë pikërisht sot pas sulmit të parë që është bërë në orët e para të mëngjesit, ku ju thotë qytetarëve të vet tani nuk e dihet, thotë duhet keni kujdes, se mund të jetë kohë e gjatë të rrini për bunkerat. Lutem gjet, të kam nisur e ke atje, gjep dhe të japim ta dëgjojmë sinkron. Duhet të kesh video tjera shumë interesante. A mundet, siç tham, të më gjesh pak se ndërkohë ka dalë Bibi Netanyahu. מכת פתיחה מאוד מוצלחת. אנחנו פגענו בפיקוד הבכיר, פגענו במדענים בכירים שמקדמים את פיתוח פצצות האטום, פגענו במתקני גרעין. אנחנו צוברים הישגים, אבל אני גם יודע ואתם יודעים, אין מלחמות חינם. ולכן אני מבקש מכם שוב להישמע בקפדנות להנחיות פיקוד העורף, וייתכן מאוד שתידרשו לשהות זמן ממושך, הרבה יותר ממה שהיינו רגילים עד עכשיו, במרחבים המוגנים. אתם כמובן תצטיידו, אני בטוח שאתם עושים את זה במוצרים, מצרכים, בגדים וכולי, אבל הכי חשוב, להצטייד באורך רוח, באמונה בצדקת דרכנו, בביטחון בניצחוננו, ולא סתם קראנו למבצע הזה עם כלבי, אין עם כלבי יקום וכארי יתנשא. אנחנו הולכים להשיג הרבה מאוד הישגים בזכותכם ובזכות החיילים הגיבורים שלנו. Po pra, siç e dëgjuat, kjo ishte një reagim gjatë ditës sot, ishte gjatë pas sulmit konferenca e parë pas sulmit të parë. Tani Gjinishi më thotë që ka dalë, është live tani në këtë moment apo mbaroi? Po ishte tani ishte live Netanyahu dhe midis tjerave thonte që ky është momenti i popullit iranian. I bën thirrje iranianëve. I bën thirrje iranianëve që ngrihen kundër sistemit dhe nuk kemi armiq të popullit iranian, thotë, por ne kemi një armik përbashkët dhe ky është regjimi e Ayetullahëve. Me pak fjalë ngrihen, por rritet edhe numri i viktimave në Tel Aviv çani. 21 deri tani. Po bën 20, po ndërkohë nuk dim sa të vrarë kanë në Teheran, në Iran. Ande nuk i numëron njëri, çudi e madhe. Ashtu është çani, por besoj që në Izrael numërohet çdo i vrarë. Ne dim ushtarakët dhe shkencëtarët, ndërkohë që kur janë goditur këto, sigurisht që mund të pas të vrarë civil nuk e dim. Nuk kanë qenë objektiva civile çani. Qartë. E vërteta është që Izraeli nuk ka bërë goditje civile. Desa këta që janë vrarë tu çfarë janë? Këto janë civil. Deri tani flitet për 21 pra, ku po godet Irani? Po godet në popullsinë civile. Irani po godet në Tel Aviv. Ka goditur shumë pranë. Jo në përfundim ushtarake. Ka goditur shumë pranë Ministrisë së Mbrojtjes. Po mirë, pra në rregull. Ministria e Mbrojtjes është. Megjithatë jemi akoma herët çani. Çështja jo, jemi live atë e thashën, nuk mund të parashikojmë se çfarë do ndodhi deri tani. Kanali 13 i Izraelit për shembull thotë shkatrime të jashtëzakonshme thotë në Tel Aviv thotë. Kanali 13 i kujt? I Izraelit. Po. Tjetër se unë jam i uritur tani për të marrë vesh lajme Gjinisht, lutem. Kemi pafund dhëna çani. Çështja është kjo. Debati që po bëhet është ky. A do vazhdoj përplasja Iran-Izrael face to face apo do ketë palë tjerat?
Tani çështja është, diskutimi bëhet, a mund ta fillonte Izraeli pa okejin e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pse ishte rëndësishëm? Izraeli, e thash fillim të herës, Izraeli ka fuqi, ka forcë ushtarake të jashtëzakonshme, është fuqia më e madhe në lindjen e mesme. Po, pa për ta goditur, por për të mbrojtur nuk ka aftësi të mbrohet totalisht. Mos haro që Jemeni para pak ditësh goditi me raketë Tel Avivin. Apo jo. Hizbullahu gjatë përplasjes goditi komandën e Mossadit. Pra këto janë satelitët e Iranit. Imagjino se çfarë force mund të ketë Irani. Çështja është kjo çani. A do ta përballoj i vetëm Izraeli mbrojtjen ndaj sulmeve të Iranit apo do jetë i detyruar të kërkojnë ndihmë dhe të ndërhyjnë Shtetet Bashkuara të Amerikës? Ktu fillon pastaj ajo që ti i qua kataklizmo. Nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës do marrin pjesë në mbrojtjen e territorit të Izraelit nga sulmet që bën Irani, atëherë Irani ka paralajmëruar që të godas të gjitha bazat ushtarake dhe interesat amerikane në gjithë lindjen e mesme. Mos haro që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë 12 baza ushtarake në lindjen e mesme dhe janë 40.000 ushtarë. Janë shumë. Dhe pak ditë, dje par dje, komanda amerikane, komanda e mesme amerikane, kërkoi që familjarët e ushtarakëve në lindjen e mesme të largoheshin, të ktheshin Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dakor? Kështu që rreziku është, nëse do kemi, si thuash, pjesëmarrje të Shtetet Bashkuara të Amerikës në mbrojtjen e Izraelit, rreziku është i madh për të hapur më tepër në rajon. Ku do hapet për shembull? Kush janë, në cilat vende mund të hapet? Po ja pra, vetë Irani ka deklaruar që 12 bazat do goditen. Bazat amerikane do goditen. Do gjenerohen patjetër milicit shiite. Do fillojnë të hyjnë edhe fuqi tjera, çani, sepse Jemeni e këto vazhdojnë, po. Jo vetëm fuqit rajonale, po mund do ndërhyj Rusia, do ndërhyj Kina. Pse mund të bëhet kështu thuati? Çani, pjesën më të madhe. Ky është koncerti atëherë. Pjesën më të madhe, çani, të naftës dhe gazit iranian, e di kush e merr? Kina. I bën gjithë problem të madh ekonomik Kinës. Nuk është aq e thjeshtë. Kulla përmendi nëse Irani do mbylli detin e Kuq, po ka aftësi ta mbylli detin e Kuq. Imagjino çfarë do ndodhi me tregtin lindje perëndim. 90% të tregtisë lindjes me perëndimin kalon pikërisht nga deti i Kuq në kanalin e Suezit. Pra, është shumë. Me fjalë tjera gjenisht ti po thuaj që nëse ka një rajon ku bota nuk mund të jetë indiferente kur ka luftë, siç kjo që po ndodh tani, më dëgjon? Po, kjo është pa precedent. Nëse ka një rajon që bota nuk mund të ri indiferente, bota tjetër me fjalë, është pikërisht kjo luftë, sepse kjo nuk është thjesht një luftë në vetvete mes dy shteteve, por kjo ndërhyn direkt Ka një objekt. Çka ka? Në djathtë të ekranit ka një objekt i cili është duke zbrit poshtë. Ka një objekt që është Duket një objekt i lëvizshëm. Ja, po vjen, është një gjë e bardhë aty që nishe. Shikon, mund mbi hënë. Po mund të jenë edhe helikopterë, ndoshta që qarkullojnë. Mund të jenë edhe këto mbrojtëset në mund të jenë janë izraelite. Janë izraelite. Afrojnë që ti ta shohim pak, afroj pak. Se ka dritë kuqe nga mbrapa, në fakt. Okej, dakord. Ndërkohë nga Teherani nuk ka asnjë pamje live, vetëm nga Tel Avivi. Nga Teherani s'kemi pamje live. Nga Teherani nuk ka asnjë pamje live në rrjet. Po sepse Izraeli tani po merret me mbrojtjen e territorit i, nuk ka sulme nga Izraeli në Iran tani. Është Irani që po sulmon. Qartë. Gjinish, edhe po thoshja këtë pra që është i vetmi rajon ndoshta ku bota s'mund të ri indiferente sepse rritja e çmimit të naftës, të gazit e të gjithë gjërave tjera që ka atje, në një mënyrë i implikon të gjithë luftë ose jo. Patjetër. Gjithë janë detyruar për luftë çani dhe ato shtete që nuk e dëshirojnë. Shiko, të thash, imagjino vetëm çështje tregtare. 90% e tregtisë lindjes me perëndimin kalon aty. Vetëm Europa ka $1 miliard në ditë këmbim tregtar me Kinën. Vetëm nga kanali Suezi që kalon aty. Domethënë, interesat nuk janë thjesht gjeopolitike, janë gjeoekonomike. Dhe sa më tepër që flasim për këto konfliktet e mëdha, tashmë gjeopolitika po këmbet me konceptin gjeoekonomi. Dhe interesat ekonomike janë shumë dha. Sa po ndodhi sulmi në mëngjesin e sotëm, bursa e naftës uri me 5 pikë. Me 5.5% për fuqi, shumë çani. Shumë. Sa po ka filluar. Imagjino se sa do shkoj. Me pak fjalë, ti thua do të arrisi çmimin në Shqipëri? Me pak apo ke marrë nga kastratët? Ne me zor presim, ne rrisim vetë kur nuk ka konflikte. Imagjino kur po të kemi konflikte se çfarë bëjnë këto tonët, domethënë. Po. Mirë. Është të vërtetë që ky është O gjinish, më thuaj edhe një gjë, se ne kam mbetur dhe 19 minuta akoma, para se të lë të lirë.
i ikën koha shpejt kur ka luftë, që ne mund të rinim këtu dhe 3 orë sot. Po nuk ja vlen sepse kjo do vazhdoj. Do vazhdoj sot, do vazhdoj nesër, pra nuk është në gjithë si mbaron. Po, do vazhdoj. O Gjinish, mund të më thuash, po shifja një video sot, nuk e di e gjithë Ledi apo jo, Ledi kanë misin videot pa parë, është anglisht në fakt, po çon si ka, na i përkthen Gjinishi, na i përkthesh dhe ti, dhe thot si ka mundësi thot që 9 milion izraelit, thot Gjinish, Po. kontrollojnë thot 400 milion amerikan. Si ka mundësi thot që 0.2% e popullsisë kontrollojnë thot, ja, dëgjoj, le të çosh zërin, dëgjoj pak Gjinish. Million. It's not magic. It's lobbying, media, and billions of dollars. Israel uses AIPAC, one of the most powerful lobbying groups in Washington, to pressure Congress. Presidential candidates compete to prove who's more pro-Israel. U.S. foreign aid. Israel gets over $3.8 billion a year, no questions asked. Criticize Israel publicly? You risk your career. Just ask politicians like Ilhan Omar or journalists who got blacklisted. Even legislation exists in multiple states, punishing businesses that boycott Israel. This isn't about religion. It's about power, influence, and silence. Meanwhile, Palestinians face bombs and occupation funded in part by U.S. taxpayers. Follow for deeper geopolitical breakdowns. No filters, no fear. How does a country... Gjinish, e përkthen dhe po të përkthej Ledio? Si mund ta përkthej Ledio, se po ndjek diçka. Ledio, na bëj përkthim shkurtimisht, shpejt e shpejt. Çështja është lobit mos e lot. Nuk është magji, pra pse kontrollojnë, nuk është magji, po është çështje lobimi, është çështje interesi, është çështje financiare, pra çfarë bën Izraeli. Flet dhe për AIPAC-un atje. I vën kushte po, AIPAC-un po. Pra, agjencia më e madhe e lobimit, i vën kushte të cilat duhet me të cilat lobon edhe u vë kushte amerikanëve kështu. Po çfarë perle i është? Çfarë është ky vend më Gjinish? Para se të fillojmë atë çansë më pyete sa të vrarë ka në Iran. Deri tani agjencia Faris iraniane flet për 70 vrarë dhe 320 plagosur. Deri tani në Iran. 70 vrarë. 70 dhe 320 plagosur. Mirë, ç'është kjo histori e shkurtimisht. Ta dëgjojmë këto Gjinish për qef se është duke se është ngjish. C'est historique, c'est terrible. How does a country of 9 million jo, ndrove Ledio, gjuna, u fut brap kjo tjetra. Israël. L'Iran frappe fort et le Moyen-Orient plonge dans le chaos total. C'est historique, c'est terrifiant, et cela redessine les équilibres de toute une région. L'Iran a lancé plus de 800 projectiles en direction d'Israël, dans ce qui constitue désormais l'attaque la plus massive jamais enregistrée contre ce pays. Missiles balistiques, missiles de croisière, essaims de drones. Un arsenal complet a été mobilisé dans un assaut coordonné qui marque un point de non-retour dans l'escalade régionale. Alors que les sirènes ont retenti dans plusieurs villes israéliennes, la riposte semble inévitable et potentiellement encore plus dévastatrice. La surprise, la Jordanie, pays voisin, a intercepté plusieurs drones iraniens ayant violé son espace aérien en route vers Israël. Cette réaction révèle une coopération sécuritaire de plus en plus assumée entre certains États arabes et Israël, malgré des tensions persistantes. Un réalignement discret mais stratégique se dessine, opposant les régimes comme celui de Téhéran ou les factions actives à Gaza à d'autres capitales arabes, plus silencieuses mais résolument engagées dans une nouvelle dynamique régionale. Po Gjinish. Kjo ishte sa për kështu, se po më anglisht, po në pak frëngjisht. I mbulojmë gjitha. Është pa diskutueshme që lobet izraelite janë shumë fuqishme në çdo vend të botës. Por në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë më të fuqishme se gjithkund, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë superfuqia të botës. Dhe ato nuk merren me nivelet dyta dhe treta. Pse ndodh kjo? Pse kanë izraelitët kaq si thua pathos për të ndikuar në politikë dhe në vendimarrjet e mëdha? Nëse me dy fjalë nëse më lejon Çani. Kjo ka të bëjë me historinë e Izraelit. Izraeli është një popull i cili ka të histori që ne e dim. Është persekutuar, ka luftuar, pas 2000 vjetësh vjen dhe krijon shtetin e tij, por ka një të vërtetë madhe. Ai ka arritur të mbijetojë. Nuk ke asnjë popull në historinë e njerëzimit që të jetë zhdukur para 2000 vjetësh, të jetojë në azil, të jetojë në emigracion dhe të qëndrojë i lidhur me njëri tjetrin, siç ka qëndruar. Nuk ke asnjë rast në historinë e njerëzimit. Aq i lidhur sa që të influencoj në politika edhe kur është azilant dhe kur nuk ka shtet, dhe shumë më tepër kur ka shtet që nga 48-a, sepse izraelitët janë një popullsi etno-religioze. Etno-religioze. Religioni është ai që ka mbajtur gjallë etninë izraelite. Dhe etnia izraelite edhe pse janë shtet multietnik, ë?
Ati ka pa fund të huaj. Po, ka jetojnë. Ka të huaj, ka 20% palestinez. Ja, okej, ata e quhen me të gjithë e brejnë. Edhe të etnien. Edhe rusët që janë atje, se janë shumë rusë për shumë. Do me thënë, je i sakt. Çështja është ka nga Etiopia, ka nga Afrika shumë e kështu. Po ti pyesësh ata thonë gjithë jemi e brejnë. Po. Dhe kjo është një debat tjetër, dhe pjesa më madhe e politikës zyrtare ebreje i klasifikon. Dhe me thonë, Izraeli është këthy pothuajse po kthehet në një shoqëri kastash. Hebrejt e Etiopisë nuk janë, ose të Jemenit, nuk kanë ato ndikime dhe atë integrim në shoqërinë e lartë izraelite. Janë nivelet, janë qytetarë dorës dytë. Ky është problemi i brendshëm i Izraelit. Po ajo që po thonë është kjo. Ideja e mbijetesës Izraelit është shumë e vjetër dhe ato, si thuash, kanë gjetur mënyrat për të mbijetuar. Mos harojmë, Çani, grupi i cili ka krijuar për herë të parë konceptin e enklava në historinë e njerëzimit është Izraeli. Izraeli ka krijuar enklavat. Për të shpjeguar njerëzit e enklavat janë mbyllja brenda vetes. Është një popull endogam. Po thuajse. Tani ka ndryshuar shumë gjëra, po ka qenë thuajse endogam që martohej brenda vetes, domethënë ruante genin, historia trashëgimisë. Nuk është gjithmonë ashtu, por sepse ka filluar të liberalizohen tash gjërat, megjithatë këto ultra ortodoksët, haridimët i mbajnë akoma këto nivele. Ajo që po thonë është kjo, mbijetesa e Izraelit ka qenë pikërisht kapja pas elementit etno-religjioz dhe krijimi i enklavave brenda vetes. Këto enklava kanë pasur gjithmonë aftësinë të ndikojnë në politikë. Pse? Sepse Izraeli ka pasur idenë që ne jemi në luftë me gjithë botën. Ajo që ju shpesh herë thoni ne dhe gojimët e botës nuk është aq pa gjë, Çani. Të paktën një pjesë e mirë e Izraelit. Ata na quajnë ne gojim apo? Jo ne, gjithë botën. Gjithë botën pra, ata që janë ebrej janë goj. Për shembull, po të shikosh disa përgjigje që kanë dalë Netanyahu se si trajton izraelitët tallet, më fal, amerikanët tallet, kur thotë këto janë budallë, me këto i mashtrojnë më një herë, thotë çan këto andej këtej. Pra, këto koncepte, këto ide me burime religjioze, të cilat marrin një trashëgimni etnike, historike brenda vetes vet, kanë ndikuar që Izraeli ta shikojë botën ndryshe nga të shikon veten vet, ta shikojë veten e vet mbi pjesën tjetër të botës dhe si e tillë i është dashur të krijojë formula jo vetëm për mbijetesën e vet, po se si të shfrytëzojë vendimarrjen e madhe politike botërore në interesa të tij personale. Dhe kjo është arsyeja që lobinjët izraelite sot e kësaj dite janë shumë me ndikim, aq më tepër që arma kryesore midis tjerave e izraelitëve në botë dhe tani vazhdon të jetë paraja. Më thot Meksi, gjinisht po sulmohet Tel Avivi rënd në këto momente, thotë, rëndshëm. Po ndërkohë ku është Ledio? Po. Ku e shikon Meksi? Meks na thuhet në cilin link e shikon, se ne Tel Avivi live e kemi në këto momente. Jo, nuk është live. Nuk është live kjo? Al Jazeera po jepte para pak minutash. Do vazhdoj, domethënë me pak. Një sekondë, Ledio, nuk e kemi live në këtë vllaj po shohim këtu. Atëherë kjo është AFP-ja live. AFP-ja? Po. AFP-ja dhe Agjencia Franceze e Lajmeve. Dhe televizioni izraelit në mos gaboj Ledio. Po mi po rregull, tani Meks na thuaj të lutem ku e shikon që po sulmohet rënd Tel Avivi? Ja. Se nga pamjet live që kemi ne të AFP-s nuk duket gjë këtu. Mos është nuk është Tel Avivi. Ledio, je i sigurt mos duhet updateuar kjo? Jo, është Tel Avivi tani. Është kjo që kemi ne në ekran. Ka godina në Tel Aviv që po bien në tokë, po rrezohen. Po mirë rregull, si ka mundësi atëre? Meks përgjigju. Se është i papar, më çoj mesazh tani po nuk më përgjigjet ndërkohë. Çrënsimo, po japin gjithë mediat botërore po them. Po mirë, pse se gjejmë ne, se do kishim dhe ne. Ajo që po ndodh është kjo, Çani, që Irani po kundërpërgjigjet shumë egër. Ndryshe nga që kishim menduar. E kuptuam. Problemi është pse s'kemi dhe ne imazhet. Do është edhe çështje teknike, s'ka faj dhe Ledio. Jo, po Ledio nuk ka çfarë bën mos, se s'kemi ne, nuk kemi korrespondent atje që të kishim lidhje, kemi lidhje live, thjesht që se kemi shanse që të lidhemi me ndonjë sajt, e kupton? Pa e prishur punë sigurisht transmetimit në YouTube. Irani kërcënon Izraelin dhe kërkon që të mos godasi, e paralajmëron që të mos godasi qendrat e mëdha tregtare dhe infrastrukturën energjetike iraniane. S'përgjihet Meks tani, e shikon? Konflikti do vazhdoj. Do shpresohet, Çani. Ore që kjo punë të vazhdoj. Problemi është mos hapet më shumë dhe vjen edhe ne. Veriu i Izraelit tani shpërthimet jashtëzakonshme, sulmet jashtëzakonshme në veri të Izraelit. Ledio, kemë ndonjë shans të shohim ndonjë gjë live jo? Po, do ndrojmë link. Për sa? Ja, për pak sekonda.
Vazhdo, na jep Me lajm. pak fjalë Çani, Jo me pak fjalë, jo nuk dua komente gjinisht, të lutem, ne jep lajme. ja kemi veriun e Izraelit, cili është goditur tani me raketa balistike. Tel Avivi vazhdon goditet shumë fort. Ja, kamera është direkt në Tel Aviv. Po si ka mundësi, po ç'është kjo AFP morbur? A marr molet ku i gjen këta francezët, këta ka marr fund morbur. Jo, kjo kamera nuk është vetëm e kam dhe unë këtu, është edhe Al Jazeera, po është në një kënd si duket që nuk është gjithaj qytet Tel Aviv, është një kënd që nuk është ky që po sulmohet aktualisht. Po është live. Po nuk është Tel Aviv, jo, është live Ledio tani. Edhe kjo është live. Ore, jam dakord me ty më. Kush është live? Edhe kjo që është në poshtë meje. Jo. Po ajo është live, ajo është live. Po ajo është live që është poshtë teje, pa. Problemi është, ja. Është një kamera që nuk Ja, këtu kemi një kënd tjetër. Po këtu ndodh gjë Ledio? Po ndodh gjë këtu apo më duket mua? Këtu po ndodh, po. Asgjë. Këtu po ndodh, ja ku dritet e kamera. Ha? Këtu po ndodh, ja ku dritet e kamera, duhet tymi në sfond. Po. Është një tym atje në fond, po. Pas asaj kullë. Po këtu ku jemi Ledio? Jemi në Tel Aviv prap. Tel Aviv, po. Kjo është Reuters tani. Ha? Kjo është Reuters. Kjo është Reuters. Pa shif Ledio, shif ndonjë gjë tjetër. Tani kam përshtypjen që nuk janë kamera televizive, mund të jenë edhe kështu. Po nuk janë televizive. Kamera, po, mund të jenë kamera që janë Kamera sigurie. Sigurie më që janë qytet apo burr. Sigurie të cilat edhe po fiken Ledio. Të cilat edhe po fiken. Ja, duket të fakt. E afrontot Ledio, bëllot një zoom atje jo. Po lëviz diçka atje në sfond gjinisht, e shikon? Ja dritet e kamerave, ndoshta nga shpërthimi. Çani, ja ku ke tani një sulm në një stacion treni në veri të Izraelit. Me se? Në një qendër tregtare kanë goditur raketat iraniane. Ky operacion i Izraelit që të kujtoj për një publik që vjen tani quhet zgjimi i Luanit. Po, ndërsa Luani ka qenë simboli i flamurit të vjetër të Iranit para se të bëjë Republikë Islamike. Pra, po zgjohet Luani, do ndryshojmë regjimin me fjalë tjera. Ky është qëllimi. Ndërkohë iranianët thotë ne jemi populli Luan. Po pra. Zgjimi i Luanit. Nuk tani mos bëni kompetencë, ka filluar mesazhet të vinë. Ja, duket tani nga kjo pam më larg një shikoj çik, duket tymi i madh që është pasi bombardimit që është bërë. Po tash ishte live dhe jo. Po live, po varet nga këndi kamerës. Po është një kënd i kamerës se s'ka, është gjithaj qytet Tel Aviv jo. Ore si ka mundësi gjinisht se po vjen Ledio më lajmëro kur të vi Barbara. Po kam mbritur. Ja ku duken edhe shenjat edhe. Ja ku janë gjinisht, shife. Një minutë. Itlaq se ori Ahmed Wasat Tijara. Thuaj Barbara të vi, thuaj çikaman. Thuaj të vi Barbara në studio, aman, lutem. Irani po godet. Na bide i karike, po. Irani po godet për herë të parë nga nëndecet. Nga nëndecet e tij. Nga nëndecet. Për herë të parë po godet nga nëndecet me raketa balistike. Ku i ka nëndecet Irani o gjinisht? Në detën e Kuq. Në detën e Kuq. Duket një re fishek zjarresh në fakt, në qiell ja. Këtu jemi në qiellin e Tel Avivit Ledio? Po. Bo para njëra. Bu gjinisht shive, ej. Ishte live kjo gjinisht të merë. Ti nuk po e shef gjinisht gjuna. Se ti po shef Solani. Shive këtu që bëhet më burse, e ke live. Ata po shef dhe ullë. Disa shpërthime dhe najrë. Një dhe një gjë kemi. Si Ledio? Disa ishë shpërthime dhe najrë. Po, një pjesë. Njëra ram duket. Po, ajo ra. Jo të gjitha kanë rënë ka drejt Ledio, jo të gjitha raketat, edhe këtë duhet thënë, jo të gjitha raketat iraniane bien. O, pa tjetra, shive, ej. Shive sa janë, shive. Një sekund. Janë shpërthime shumë fuqishme. O, pa e kapi një në ajër, ja, po i gjunë tani Izraeli, është duke u... O, pa ra njëra, shive, ra tjetra në qytet, nami. Në sulmin e parë, Çani Izraeli pretendoi që 80% raketave arriti të azjesoj në ajër. Por, me sa duket, vala e dytë është shumë më egër. Po, është e egër shumë... Mbingarkohet sistemi, më Çani. Sistemi mbrojtës mbingarkohet dhe nuk ka mundësi ta përballojë. Dhe e bukur është tani që izraelitët, banorët e Tel Avivit, janë gjithë për bunkera. Dhe janë porositur që të merrin ushqim. Një karike dhe Barbara të vitë ullet, çuna. Një karike për Barbara dhe Barbara të vitë ullet, të vjen mikrofon dhe të vi urgjent. Dhe vi këtu ta përjetojmë ne këtë luftë live, sepse nuk do të gjithmonë. Kishim një shansi sot gjinisht të ishim live. Do gjuna që s'është dhe kulla, të ishte dhe kulla, sot do ishte bërë Super Ligë, kupton e pa parë. Do jetë me misione, do jetë me misione. Nuk e di se ku është në Afrikë, është në Afrikë dhe e di unë do ikte ai, se më tha që ashtu, po nuk e dija që do kthehej dot sot. Mua më kujton kur isha student gjinisht, që ishte lufta që u bë kjo lufta në Egjilit. E mbam luftën e Egjilit persik? Po. Në vitet 80 ca, në vitet 80? 91. Në 91 ka qenë? 91, pastaj në 2003.
Jo, para 91-shit, nuk ka qenë? Në ato vite ka qenë pak para 91-shit, ke drejt. Po, pra, Në fundi. nga 89 qa ka qenë pas, unë nuk i mbajnë mirë datat. Po. Ka qenë lufta të mëshme dhe ne e ndiqin të gjithë si studentë, ndiqin shumë me një, sigurisht e ndeshje Ka futbollit. qenë lufta e Irakut me Iranin, më që stati pa fund? Bravo. Ua, qa perle. Një sekund. Ajatullah Khamenei ka... Jemi live, le t'ju këtu një sekund, Gjinish. Se janë pamit që nuk duhen. Të janë pamit përsëritur Çani, praktikisht nuk janë live. Nuk janë live to, dakor. Khamenei ka Hajde, ka bërë një tekst për kthyer edhe në Edhe mos gjuhën dil kamerës para. Okej. për ta mbyllur ndoshta Çani. Lere pak më andej, kështu siç është Gjinishi. Okej, po kthej, mos e le ashtu, po. Të lutem ma sill Barbarën. Barbara Dota, zonja Zotrin, që është programuar që të vinë emisionin tim sonte. Do flasim me Barbarën pak për jetën e saj politike. Ju e dini, Barbara është një nga figurat më interesante të partisë Mundësia të Agron Sheaj, e cila sigurisht ishte dhe në listën për deputete, por nuk arriti dot të bëjë deputete, ishte kandidate. Barbara është arkitekte, do flasim tani me Barbarën, po dua ndërkohë, pas të me Barbarën, do doja t'i ndiqja, ja shifi, ndiqja live të luftë. Është momenti kur Teherani tani Irani po godet ja opa këra. Jo, kjo ishte, mendova se ishim live, harova prap. Nuk është live, po ishte të fillim, vazhdojmë. Po, sa bukur perl. Ka ca momenti që janë live, ka ca momenti që s'janë live. Megjithatë, Ledio, ti rrit e live më mirë se këto i pam. Rrit e live ja i sa të mundemi. Megjithatë me atë që po duket është Çani kjo që duhet thënë, sulmi i Iranit është lokalizuar pothuajse në Tel Aviv. Pothuajse në Tel Aviv. Deri tani. Rrit tani këtu se ne mbaruam, po rri dhe pak me mua, ndërkohë Ledio bëjmë një xhiro këtu te East Side Residenca, që është gjithë me ne këtu në MSN. Sepse pavarësisht luftës njerëz do vazhdojnë të hanë dhe të jetojnë ores. Edhe në luftë hanë dhe jetojnë. Kështu që, ajde Barbara, ajde ullu, ishte jemi live, kalon Barbara para kamerës, baf sa bukur, ajde Barbara ullu. Mirë se erdhe, falenderi që me erdhe, profesor Gjinishi, Barbara Doda Gjinishi. Faleminderit për ftesën. Jo, ishte kënaqësi. Barbara, ke shansë sonte? Pa hënjer. Po ke shansë që je sonte me ne, sepse audienca është smërësisht e lartë për shkak të luftës. Se është lufta live, ti arkitekte, nuk di se sa e apasionuar je pas luftrave? Nuk besoj se ka ndonjë të apasionuar pas luftrave. Unë për shembull vdes. Je vdes, a? Unë vdes për luftën, sa herë që ka luftën, them shoqërisë do ketë një zhvillim të paparë të gjithanshëm. Gjithmonë luftrat duket cinike kjo ta thuash. Ka vrasje. Tronditje ndaja, janë tronditje. 34 vrarë në Izrael. Por rritet numri i viktimave. Tani e pa që po ndodh sulmi nga Irani tani kundrejt Izraelit. Po. Ka kohë që ka filluar. Të lutem, a kemi imazhe të reja apo s'kemi asgjë? Imazhet janë ato. Si? Nuk ka zhvillime të reja, por. Okej, atëherë sonte do bëjmë një gjë. Ndërkohë që unë me Barbarën do jemi gjithkohë në ekran. Ti tani ma rregulloj ekranin, të lutem, që ma leni gjithë të vogël, nëse mundesh, e di që e ke të vështirë se jemi live. Më leni gjithë të vogël nga një kamera që ti mendon që mund të ketë zhvillime. Që gjatë kohës që unë flas me Barbarën, po të ketë gjithë të futemi, të themi, ja ra dhe kjo. Po mundet ma bësh atë do ishte fantastike. Do na lajmërosh ti në fakt, se unë do e kem mendjen te Barbara, dhe Barbara te unë, kështu që do na lajmërosh ti në momentin që ndodh diçka. Po një dritare të vogël fare dua. Një kuti të vogël Edion, nëse mundesh. Që gjithsesi deri në fund të emisionit ata kemi një sy dhe një vesh nga zhvillimet që janë live në këto momente. Është Teherani duke sulmuar Tel Avivin me drona dhe me raketa nga të gjitha anët. Për herë të parë Tel Avivi po dëmtohet gjinish në mënyrë serioze. Për herë të parë Tel Avivi është në flak. Në mes qytetit. Në mes qytetit tani po bëhen goditje në mes qytetit. Forcat e emergjencës janë terren izraelite. Ndërkohë që njerëzit janë bunkere. Po merren me njerëzit nëpër bunkere, sepse me sa duket janë po dëmtohen dhe vendstrehimet e izraelitëve, ndërkohë njoftohen për godina të tëra të rrafshuara dhe godina të tjera të cilët kanë humbur kate. Pra që ka me pak fjalë, kjo nuk është më teatr. Kjo nuk është më lojë vlla. Kjo s'është më lojë vlla. Se nuk ka qenë asnjëherë Tel Avivi i goditur kështu. Do të thënë për herë të parë që nga krijimi i shtetit. Dhe kjo po tregon që Tel Avivi që ka 48 digjitit Tel Avivi të jetë goditur? Kur? Dhe kjo tregon që pavarësisht është rënë situata zonja Zotrin. Pavarësisht se Izraeli është një forcë e padiskutueshme, tregoi që kishte atë që thash fillim të herës, e ka të pamundur të garantojë mbrojtjen totale. Dhe pra, mund të kapi deri në 70-80%, por aq mjaftojnë. Por 10-20% mjaftojnë që ta një raket balistik. Irani ka nga ato raketa që kanë
1.4 tonë eksploziv, Pyta. nuk është gjë e vogël që nuk janë hedhur akoma në lojë. Janë akoma në pritje. Të shohim si do shkojë, domethënë do duhej që fuqitë e mëdha të Shtetet Bashkuara të Amerikës të vinë një kufi, sepse ky është një konflikt që nuk do, nëse do vazhdojë disa ditë me këtë intensitet, nuk mund të rrijë brenda dy shteteve. Po nuk do rrim midis dy shteteve më, do zgjerohet patjetër. Ti do të hapet lojë. E mirë është që të bllokohet, të ndryhyet që tani në fillim pa nisur mirë, se pastaj do ndryshojnë gjërat. Aq më shumë që Irani, si thuash, por i kthen veten çani deri në 15 orë, deri pas dite, Irani ishte tërësisht i kputur, nuk po reagonte dot. Tashmë sulmi i Iranit tregoi që është Izraeli në të njëjtën situatë që ishte pothuajse në të njëjtën situatë që ishte Irani në mëngjes, kështu që pastaj të mos flasim për dëmet njerëzore, se ne zakonisht flasim kush do fitoj, kush lider, flasim për Bibin apo Ayatollahun. Çështja është që ato që vritën janë njerëz, janë civil nga të dyja palët, dhe kjo katastrofë do duhej të izolohet dhe të mbyllej me kaq. Ja, në gjitha këto, tani në gjitha kanalet e botës të momente janë duke dhënë pikërisht të gjë, po ndjekin luftën live. Unë kote hapa dy kanali francez që shoh. Janë ato janë imazhet e para një ore. Ato janë imazhet e para një ore. Tani është janë para një ore, po. Janë imazhet e sulmit parë në Patëm. Qetësinë në Tel Aviv, nuk ka asnjë shpërthim. C'est la première fois que des centres urbains étaient ainsi frappés et touchés. Les dégâts sont relativement importants, peu importants pour deux raisons. La première, c'est que heureusement... Edhe në Jeruzalem, ka goditë edhe në Jeruzalem përveç Tel Avivit. Par le renseignement américain que des missiles approchent. Donc ils ont le... Po Tel Aviv është goditur më fort se sa të gjithë çan. Une grande partie de la population. Et ça réduit énormément les blessés. Et la deuxième chose, c'est que ces missiles sont les images qu'on voit en ce moment, c'est dans la banlieue de Tel Aviv, c'est është Nami. On voit donc certains des dégâts qui ont été faits në periferi Tel Avivit. Edhe në qendër goditën tani para pak minutash. Edhe në qendër Tel Avivit është godit. Il y a aussi malheureusement quand on intercepte un missile, et c'est souvent le cas avec le Doum de Edhe Fer, Barbara për shkakun që s'është përgatitur fare për të gjithë se erdhi për gjithë ditën sonte, e shoh që po ndjek me një. Ja, po patjetër. A Barbara? Është diçka e rëndë është kjo. Nuk di si do vej puna. Përgjithsisht, po Izraeli është shtet defensiv, është shtet që ka prioritet mbrojtjen e tij. Presidenti Trump. Dhe fakti që kanë çarë mbrojtjen e Izraelit që është mos u gabon shumë e forta në botë është. Presidenti Trump sapo ka patur një telefonat me emirin e Katarit, ku ka shprehur gatishmërinë e tij për të marrë pjesë për zgjidhjen e krizës. Kush ka shprehur? Trump, presidenti Trump. Akoma Shtetet e Bashkuara mundohen të qëndrojnë larg, domethënë, ose të krijojnë ide që ne nuk jemi të përfshirë direkt. Ndërkohë që pa ta nuk as nuk mund bëhet, as nuk mund zhbëhet dot ky konflikt. Frank Underwood e mban mend? Frank Underwood. Ja. The House of Cards. Kujtohet. Se kam parë. Te seria, se ke parë ti, do ta shohësh. Se kam parë. Se unë bëri shoh tani dhe po më ikën petlla gjinish. Po më ikën trulli. Një moment thotë, ja një sekond para. Një moment Frank Underwood që thotë që flet për nga që ishte president dhe do të kapte mandatin e dytë, kupton se u bë president edhe jo caktuar ishte me gruan. Edhe i thotë ne nuk bëjmë terror, thotë. Ne jemi terrori. Çfarë? Gjinish, më gjithë fëmijësh kur e pash prapë, do të shoh prapë, do i rikthehem prapë. Ne nuk bëjmë terror për ne amerikanët, ne jemi terrori. Gjinish, pse ngele kështu? Pra Trump i thotë, jam duke ka folur më mirë. Jam i gatshëm. Po me sa duhet vazhduar të marr pjesë për zgjidhjen e krizës. Po pyetja është kjo domosdoshmë. Mos i ka ikë nga duart Trumpit fare situata dhe ne mendojmë akoma që ata kanë gjë në dorë, mos e drejton Izraeli këtë punë tani tashmë. Debat i madh, debat tjetër. Gjinish falenderoj jashtëmase që më erdhe. Faleminderit ju çan. Do të lë të lirë tani të ikësh, bashkë takojmë nga java. Kalofshi mirë.